Civil Media. Почитуван председател, почитуван амбасадор, почитувани të ndëruar të pranishëm, të ndëruar ambasador, të ndëruar kolegë të partive politike, të ndëruar përfaqësues të shoqërisë qytetare zonja dhe zotëri. Siç tha dhe zoti Doralla, jam këtu në funksion të dy fishte dhe s'kam diagnozën për ndarje të personalitetit, por sinqerisht përpiqemi të kemi ndarje të shtetit nga partia dhe ja do të kërkoj ndjesë edhe nga ana e qytetarëve dhe qytetarëve se kjo kam pauza ime e parë për gjysmëore që do të flas edhe si ministri dhe përfaqësues i partisë. Kishte të drejtë zoti Doralla se po Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administrat në periudhën e ardhshme do të ketë rol kyç. Dhe më të rëndësishëm në pjesën e organizimit të zgjedhjeve pikërisht në pjesën e listës zgjedhore, dhe këto do të flas më shkurt në pjesën e ministrisë është çështje dhe punë teknike dhe ashtu duhet të jetë, nuk duhet të ketë politik dhe tematik, ndërkaq më pas do të flas pak edhe do të prezantoj qëndrimin e LSD dhe mos për këtë temë. Sa i përket listës zgjedhore si mund të ndihmojmë Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve është që në MSHI-ja është përfunduar instalimi i regjistrit elektronik për popullat, projekt të cilin e kemi përgatitur një kohë të gjatë. Përfundimisht është i gatshëm i instaluar edhe hardware-i, edhe software-i, jemi në fazë të testimit dhe jam të njoftoj të lëmëroj se rreth 10 tetorit për 2 javë, pra do ta lëshojmë edhe në përdorim. Përfundimisht regjistrin qendror elektronik të popullatës që duhet të eliminoj konfliktet e shumta të dhënave të ndryshme të qytetarëve në baza të ndryshme të dhënave. Nuk do të thotë se ne përgatisim listën zgjedhore, përkundër vetëm është vegël shtesë që do të jetë në dispozicion të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve që lista zgjedhore të mund të jetë sa më autentike në bazë të asaj që është realitet, kuptohet procedurat, proceset dhe institucionet përgjithëse për mbrojtje dhe azhurnim e listës zgjedhore është dhe do të vazhdon të jetë Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. Pra kjo duhet të konsiderohet si një vegël shtesë mekanizëm plotësues që do të ndihmojë në përcaktimin e autenticitetit të listës zgjedhore. Dhe këtu në periudhën e ardhshme do të kemi edhe takime pune me përfaqësuesit e KSZ-s që të shohim se si më së lehti mund të lidhen dhe në mënyrën më efikase dhe më të lehtë të përdorin të dhënat nga ky regjistër i popullatës. Ky regjistër nuk është vetëm për zgjedhjet, kuptohet qëllim ka, por më shumë ka qëllime të gjergjën të financuar nga Bashkimi Evropian, ku janë të pranishëm përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare dhe dëshiroj t'ju falenderoj për mbështetjen. Dhe kjo është pjesa ku Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administrat kuptohet edhe në pjesën e përcaktimit të këshillave zgjedhore nëpërmjet ndarjeve së listave zgjedhore dhe jemi të përfshirë në procesin ky është roli dhe këtu duhet të merr fund roli. Gjithçka përtej kësaj do të ishte ndërhyrje në diçka tjetër që nuk duhet të ndodhë. Tani do të ndryshoj pak cilësinë do të flas në emër të LSD-s. Lidhja Socialdemokratike me Xhunis ka qëndrime mjaft të qarta lidhur me reformën zgjedhore dhe është diçka që jemi përpjekur të implementojmë. Nga koha kur ishim në opozitë kemi në programin tonë dhe shpresojmë që së shpejti përfundimisht po përkryojnë kushtet të zbatojmë edhe tani përshëndesim dhe mbështesim procesin e grupeve punuese të cilat organizojnë dhe Komisioni Ministria e Drejtësisë, por aty marrin pjesë përfaqësues të partive politike të sektorit qytetar të OSBE-s, ODHR-s, të komunitetit ndërkombëtar tekstualisht, është hapur edhe formati i asista ministra të gjithë ata të cilët dëshirojnë të kyçen. Flasim në mënyrë efikase, mund të them për temat të cilat ende konsiderojmë se mund të përmirësojmë kushtet për zbatimin e zgjedhjeve tek ne. Dhe ja, tema e parë për të cilën edhe kemi arritur rezultate të saktuara për fatikesë nuk u përfshi dhe nuk u fut ligjin në procedurë ishte një farë konsensusi dhe marrëveshje rreth pamjen dhe përballjen e re të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. Koncepti kontraktuar ishte të bëhet fjalë për trup profesional administrativ pa përfaqësues politik dhe kishte moral të jemi sinqert ligjin Ministria e Drejtësisë në draft version u shpërndau partive politike prej dhjetorit të vitit kaluar për komentet e tyre dhe ende s'kemi pranuar asnjë përgjigje kthyese nga ana e VMRO dhe BMS.
së paku. Kjo pjesë e reformave zgjedhore kishte gjasa deri tani të ishte implementuar mirë, por për çka mos pasi se dukshëm përgjigjes dhe konsensusit, edhe pse në mënyrë si përfaqësore kishim përshtypjen se u morën vesh edhe kjo pjesë mbetet pa implementuar. Sipas neve mbesin 3 deri në 4 tema më të mëdha të cilat duhet të shqyrtohen dhe diskutohen në takimet e grupit punues dhe të arrijmë marrëveshje. Zgjidhje. Tema e parë ajo që më së shumti të diskutohet në publik është modeli zgjedhor, propozimi jonë edhe në programin tonë zgjedhor, ato që gjithkohën jemi duke e promovuar është një njësi zgjedhore të jetë në territorin e gjithë shtetit. Vlerësojmë se me këto do të rritet niveli i demokracisë, do të jetë hapësirë dhe do të ketë hapësirë dhe mundësi për partitë politike dhe kandidatët të cilët nuk ndjejnë se kanë mjaftueshëm hapësirë. Gjasë edhe se kanë të kufizuar të drejtën e tyre demokratike dhe hapësirë për realizimin e zgjedhjeve, prandaj absolutisht vlerësojmë si parti e orientuar majtaket se gjithçka që është në drejtim të rritjes së lirive dhe të drejtave të qytetarëve është e pranueshme. Ky qëndrim jonë është i qartë. Më shumë herë kemi deklaruar dhe do të vazhdojmë të përmendim në bisedat e më të qeshme në të ardhmen në kuadër të grupeve punues ku për fat të mirë nuk kemi vetëm partit, ka edhe njerëz të tjerë të cilët vërtet i analizojnë të gjithë argumentet pro dhe kundër, analizat komparative edhe me vende tjera, siç sa edhe kryetari. Nuk ka model të vërtet, formë të vërtet ku do të konstatojmë se të gjitha problemet i kemi zgjidhur dhe para së gjithash. Më së shumë të rëndësi ka vullneti politik, nëse çfarëdo ligji mund të miratohet, nëse ai i cili është para së gjithash në pushtet, ata që janë pjesë të pushtetit dëshirojnë të manipulojnë me zgjedhjet, do të gjejnë mënyrën dhe prandaj është shumë i rëndësishëm vullneti politik. Unë për këtë temë për shumë tema them se ligjet nuk i kemi aq problematike, ne kemi problem që nuk respektojmë ligjet. Për ndryshe ligjin në letër do ta shkruajmë si të duam. Prandaj edhe këtu çfarëdo që të merremi vesh. Nëse në të gjithë nuk kemi të përkushtuar në procesin dhe vërtet të implementojmë ato që deklarojmë dhe këtë që do të merremi vesh edhe miratojmë si ligj, as kjo nuk do të mjaftojë. Më vjen mirë që si përfaqësues i partisë politike dhe në mazh pushteti dëgjoj këtë fjalë për avancimin e proceseve demokratike, por përsëri asnjëherë nuk duhet të mjaftojë, nuk duhet të jetë boll, duhet të luftojmë për më tepër. Tema e dytë kuptohet gjithçka është në lidhje me njëra tjetrën. Dhe këto janë listat ashtu quajtura të hapura për çka angazhojmë unë do t'i quaja votim preferencial, që do të thotë se qytetarëve u jepet mundësia krahas partisë të cilën e zgjedhin të votojnë edhe favoritet e tyre nga lista përkatëse e partisë së caktuar politike dhe këtu mund të flasim për numrin e zgjedhjeve preferenciale. Ka modele të ndryshme në shtete të ndryshme dhe kjo është temë për të cilën ne gjithashtu do donim të diskutojmë në këto grupe punoj pikërisht në drejtim të rritjes së demokracisë brendshme. Partia ka dhe të lejohet qytetarët para së gjithashtu të kenë rol shumë të madh edhe në vendimarrje të partive politike, që do të thotë kjo në përkthim se me votën e tyre ato mund të ndryshojnë radhën e radhitjen e kandidatëve të përfaqësuar në listat e publikuara nga partitë politike. Tema e tretë për ne gjithashtu e rëndësishme në gjithë këtë proces është edhe barazia gjinore. Tonë ne si parti politike angazhohemi absolutisht për të pasur të drejtat të barabarta për përfaqësuesit e pjesëtarët të gjinive në gjitha fushat. Kemi zbatuar dhe procesin për rritjen e përfaqësimit percentual të 2 gjinive, deri tani kemi arritur të realizojmë 40% në kuvend dhe në këshillat lokal, komunale në program qëndron ky qëllim dhe objektiv dhe shpresoj që në kohët e sotme do të kemi mbështetjen e të gjithëve për proporcionalitet, përkatësisht 50% përfaqësues të listave kandidatë ku kuptohet në pajtim me mekanizmit të vendosur për zgjedhje të suksesshme të përfaqësues vetëm këtë 2 gjinive. Dhe këto nuk janë çështje të absolvuara, kuptohet edhe ministra për drejtësi foli për mënyrën e financimit të fushatave gjatë zgjedhjeve. Thash dhe tani jam duke folur si përfaqësues politik, kjo mënyrë e financimit të fushatave zgjedhore u pranua edhe nga ana jonë. Drejt për së drejti, këtë e them sinqerisht, në të santazhuar.
do të thotë në përgatitjet për referendumin në vitin e kaluar, nëse ju kujtohet, nëse mbani mend kush ka ndjekur kush jo, ne s'kishim përbërje të zgjedhur të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe ishim në procedurë të zgjedhjes së antarëve të Komisionit Shtetëror për Zgjedhje, për shkak se pjesë e madhe e antarëve të Komisionit të përbërjes së kaluar kishin dhe ndërheqje ishin të kushtuar nga opozita, konkretisht vëmërodëpëm ne të pranojmë këtë mënyrë të financimit të fushatave politike parazgjedhore. Për ndryshe opsioni tjetër ishte të mos formohet Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve dhe të mos ketë referendum. Me fjalë tjera, vëmërodëpëm më të rëndësishme ishin parat, nuk ishte i rëndësishme as emri kushtetues as referendumi dhe i thras nëse kanë kundër argumente lirisht të prononcojnë për këtë për çka i thrasin dhe i përmendin për shkak se ky model të cilën ishin të detyruar të pranojmë që shteti të mund të dalë në referendum nuk është i qëndrueshëm dhe nuk është i aplikueshëm. Ne vetë bashkë me ata jemi ballafaqur me probleme të serioze në këtë përgjithësi tani gjatë fushatës së zgjedhjeve presidenciale, më duhet të jap lavdrat. Në mirënjohje për përfaqësuesit para së gjithashtu të gjitha partive politike të cilat kanë edhe sili që morën pjesë në zgjedhjet se kësaj radhe kemi gjetur mirë kuptim si këto zgjedhje të kalojnë me sukses. Ja pak i kritikove, por ja tani po i jap edhe lavdrat në pjesën e parë, se kur erdhi puna të ballafaqohemi bashkërisht me problemet. Dolem të bashkuar, por nuk duhet kjo të mbetet vetëm në vullnetin e pjesëmarrjes në zgjedhje, duhet ta zgjidhim në mënyrë të qëndrueshme këtë problem, do të vinë zgjedhje parlamentare, zgjedhje lokale. Këto probleme do të eskalojnë edhe më tepër, për shkak se edhe më të mëdha do t'i bëjmë problem përkatëse ky model nuk është i aplikueshëm, thjesht nuk mund të zbatohet. Ne si parti politike absolutisht jemi të hapur për çfarëdo opsion tjetër dhe ndryshim të sistemit, vetëm të jetë i qëndrueshëm dhe të funksionojë. Dhe kjo është edhe një temë për cilën gjithashtu do të donim seriozisht të përkushtojmë kohë të konsiderueshme në takimet e punës së grupit punues. Nuk dhe zhaste për ka shumë tema për cilat duhet të diskutohet përsëri, do të kthejmë në temën kryesore. Nëse ka vullnet për zgjedhje fair dhe demokratike do të ketë zgjedhje të tilla, nëse nuk ka vullnet përsëri do të ballafaqohemi me problemet të njëjta nga e kaluara. Mekanizmi më i madh mbrojtës nuk është ligji, por janë qytetarët, publiku. Transparenca në procesin dhe inkluziviteti në proces edhe në këtë pjesë të përgatitjes dhe përpilimit të ligjeve. Prandaj do të varet prej neve në periudhën e ardhshme sa dhe pra çfarë procese të suksesshme do të kemi. Ju falenderoj. Civil Media